Aleanca për shqiptarët e Arben Taravarit ka shprehur shqetësim serioz lidhur me ndryshimet e propozuara në ligjin për arsimin e lartë dhe ligjin për cilësinë e arsimit të lartë. Sipas tyre, këto ndryshime përbëjnë ndërhyrje të drejtpërdrejtë në autonominë universitare, e cila është kategori kushtetuese dhe pjesë e pandashme e rendit juridik dhe demokratik të shtetit. ASH thotë se vendosja e strukturave të reja drejtuese me ndikim politik mbi organet akademike ekzistuese, cenon parimin e veçqeverisjes universitare dhe e zhvendos vendimarrjen nga komuniteti akademik drejt pushtetit ekzekutiv. Aleanca për shqiptarët vlerëson se krijimi i mekanizmave të centralizuar për përcaktimin e financimit universitar, përfshirë përcaktimin e shumës totale të mjeteve për universitetet, përbën shkelje të parimeve të menaxhimit financiar publik dhe anashkalon procedurat e përcaktuara me ligjin për buxhetin. Financimi në këtë formë rrezikon të shndërrohet në instrument kontrolli politik dhe jo në mjet për zhvillimin akademik dhe kërkimin shkencor. Po ashtu, ndryshimet e propozuara në procedurat e rekrutimit dhe amatësimit akademik nuk garantojnë rritje të cilësisë, por krijojnë kritere përjashtuese dhe selektive që dëmtojnë veçanërisht stafin e ri akademik. Krahas politikës dhe profesor universitar kanë kritikuar ndryshimet e parapara në ligjin për arsimin e lartë, duke vënë në dukje se ato mund të cenojnë autonominë universitare. Kritikohet bartja e miratimit të statuteve nga ministria tek qeveria, ndryshimet në përbërjen e Këshillit Universitar që neutralizojnë shumicën akademike dhe vendosja e kushteve të rrepta për votimin e dy punimeve shkencore pa një infrastrukturë të qartë. E pyetur për këto, ministri i Arsimit Vesna Janevska siguroi se me këtë ligj autonomia e universiteteve asesi nuk është prekur. Но пък универзитетите трябва да се свесни, голем дел од нив треба да бидат отчетни кон владата за средствата кои ги примаат од владата. Од тука ние во автономијата воопшто не навлегуваме, но од сега натаму ќе бараме отчетност. Тоа било предвидено и со предходниот закон од 2018 на професорката Рената Децковска, но никогаш не заживеало. Janevska po ashtu tha se aktualisht nuk ekzistojnë kushte për një përgjigje pozitive ndaj kërkesave për arsimin e lartë falas, duke theksuar se bëhet fjalë për një temë serioze financiare dhe sistemike, e cila nuk mund të zgjidhet pa një bazë të qëndrueshme. Theksoi se qeveria aktualisht është e fokusuar në stabilizimin dhe përmirësimin e sistemit arsimor, përmirësimin e kushteve në institucionet arsimore dhe sigurimin e zgjidhjeve të qëndrueshme dhe jo në masa populiste që mund të ngarkonin buxhetin.